Zonja dhe zotri, mirëpresim kampionen Alkeda Doçi. Mirëmbrëma, Alkeda. A keni nostalgji për Dinamos e kohës tuaj dhe një komenti juaj për rikthimin e shkëlqyer të Dinamos aktuale? Atëherë, si mos kesh nostalgji, kur shef këto video, kur ke këto kujtime të mrekullueshme me ato rezultate që atëherë ishin të rralla, shpesh nuk ishte emisione shumë gjata në televizor, volleybolli kishte sukses, kështu që janë kujtime shumë të bukura. Ndërkohë që për Dinamon e tanishme jam shumë e lumtur që është rifilluar ekipi Dinamo, sepse për një kohë periudhë ishte mbyllur, kështu që shpresoj që të japë ato rezultate që ne kemi dhënë më përpara. Në vitin 1991 ju jeni shpërngulur në Francë. Çfarë mban mend nga përfshirja juaj në kampionatin francez apo atë grek? Si e komentoni famën tuaj ndërkombëtare? Janë bërë disa vite, se unë kam ikur në 91-shin, kam luajtur deri në 2003-shin, do me thënë kam një karrierë më të gjatë jashtë se sa në Shqipëri. Kam luajtur në përgjithësi në pjesën në ekipet më të mira në kampionate europiane. E mbaj mend si një sukses, e mbaj mend si një rezultat të mirë. Kemi dalë 2 herë kampion Europe me ekipet në cilat unë kam luajtur. Vetëm kujtime të mira në përgjithësi kemi nga ato kohë. Më e bukur dhe interesantja është sepse ju tek voleybolli gjetët dhe bashkëshortin e jetës tuaj, por gjithashtu edhe 2 djemt, përveç se janë kampion, si është sekreti? Do me thënë, vajnjektove ti këtë pasion, apo ishte zgjedhja e tyre? Unë kam 2 fëmijë, i madhi është 19 vjeç, së shpejti i dyti është 18, që janë shumë gjatë, kanë dhe nënën dhe baban voleybolliste, nuk ishte ndonjë sekret që do të bënin voleyboll, edhe pse ato provuan dhe sporte dhe arte të tjera, sepse unë mendoj që një fëmijë që të zhvillohet duhet të ketë zgjedhje të ndryshme dhe ato kanë provuar dhe sporte dhe të tjera gjëra, zgjodhën voleybollin. Kjo ishte zgjedhja e tyre. Jam me fat sepse ato fëmijë luajnë mirë voleyboll dhe luajnë me kombëtaren franceze, që të dy dhe jam shumë e lumtur për to. Jeni rikthyer në Shqipëri dhe jeni angazhuar me një projekt në Ministri për Rinin. Për çfarë bëhet fjalë? Po, atëherë, unë shikoj një çik jetën time. Besoj dhe çdo njeri ka një qëllim në jetë. Dhe sipas moshës besoj se ne kemi këtë qëllim. Unë isha e re, luajta voleyboll dhe bëra dhe shkollën dhe kishte qëllimi me sa duket ndër të parët. Më pas bëra 2 fëmijë dhe u mundova që t'i rris ato, t'i edukoj dhe të merren me diçka tjetër. Ky me sa duket është një hap tjetër i radhës i jetës, ku unë dua që të ndërthuren së bashku sporti, shkolla dhe fëmijët, po në një gamë më të gjerë se sa vetëm familja ime. Dhe këtu kam ardhur në Shqipëri për një projekt që është gjigant për gjithë Shqipërinë, ku do të marrin pjesë nxënësit e shkollave 9 vjeçare dhe të mesme, vajza dhe djem, në voleyboll dhe basketboll, për të gjithë ato fëmijë që nuk kanë mundësi që të shkojnë me një shoqat ku paguhet, ne do t'ja japim nga ana shtetërore pa pagesë dhe do të munden të luajnë voleyboll dhe basketboll. Faleminderit. Dhe duke qenë se jemi tek nisi, cila është marrëdhënia jote me të bukurën? Tani jemi sot në këtë orë këtu, ndërkohë që këtu mbrapa luhet një ndeshje futbolli. Zgjedhja ime ishte kjo. Kështu që unë besoj se përgjigjen e kam dhënë në pak fjalë. Unë falenderoj shumë për prezencën që ishe këtu sonte mes nesh, dhe të shërbej pasioni dhe talenti juaj i sportit si një shtys për më shumë për të gjithë vajzat e tjera që kanë një ëndër dhe atë ta ndjekin, sidomos kur bëhet për sportin. Faleminderit. Faleminderit dhe shumë suksese. Faleminderit.